Kopshtet e pavarura të lumturisë titulloi premiera e cila erdhi në teatrin Migjenin në Shkodër edhe si një homazh për autorin Albri Brahusha, një tragjikomedi me regji të Hervin Çurit për kohën tonë ku gjithçka është e programuar, dashuria, gjumi, madje dhe ëndrat. Jam shumë i lumtur që si fillim vendosim një vepër shkodrane edhe në këtë godinë madhështore të Teatrit Migjeni, po ashtu edhe pastaj edhe një vepër të autorit që është edhe Albri Brahusha, që nuk është më mes nesh, edhe ishte një moment shumë interesant, shumë i bukur edhe për familjen që ishte prezente, që shikon një produkt të pjesëtarit të tyre të familjes që nuk është më fizikisht. Për aktorët kjo shfaqje kishte emocione të forta, ndërsa treguan dhe mesazhet që përcjell. Emocione të bukura, të forta, me thënë drejtën të forta. Më shumë edhe në lidhje me Albrin, patjetër. Unë se kam njohur personalisht, po nga vepra, nga Ervini që e ka vënë këtë vepër, edhe nga familjarët e Albrit në skenë. Ishin emocionet forta dhe të bukura, po shqyqër Zotit me që shof, ne kemi arritur ta përcjellim shfaqjen në publik, edhe kjo është ajo për cilën punojmë për ditë. Është një vepër shumë e fortë për mendimin tim, shumë e fortë, me mesazhe shumë të forta, me metafora shumë të forta. Këto janë absolutisht aktuale. Kjo është premiera ime e parë në Teatrin Migjeni, unë kam marrë dhe herë të tjera, kam luajtur në këtë sallë, por si me shfaqje nga qytetet e tjera, por me një premierë të vetë qytetit të Shkodrës, kjo ishte hera e parë, edhe është një ndjesi shumë e mirë, jam ndjerë shumë rehat, tamam si në shtëpinë time. Për sa i përket veprës, unë jam një tifoz i veprave shqiptare, kështu që duhen sa më shumë vepra shqiptare dhe aq më tepër nga një figurë e nderuar siç ka qenë Albri. Kemi humbur njerëzlikun, të qenit njeri. Dhe jeta robotike ditë pas dite po na dëmton jo vetëm trurin, por edhe shpirtin, edhe zemrën. Dhe gjitha kjo e ka kthyer njerëzimin në një, se nuk mendoj se ndodh vetëm në Shqipëri, është globale, e ka kthyer në një mekanizëm që është gati jo shpirtëror, jo humane, nuk ekziston. Kjo premierë do shfaqet në Teatrin Migjeni edhe në datat 11 dhe 12 tetor në orën 18.